Zhdukja e avionit të Malaysia Airlines është cilësuar si një ndër misteret më të mëdha të viteve të fundit. Shteteve të cilat janë angazhuar për kërkimin e këtij avioni i është shtuar edhe Australia, e cila ka marrë përgjegjësinë e vëzhgimit të pjesës jugore të Oqeanit Indian. Kryeministri australian Toby Abbott ka thënë se vendi këtë po e bën me kërkesë të autoriteteve të Malajzisë. Aeroplani i Malaysia Airlines është zhdukur më 8 mars, teksa kishte në bord 239 persona. Hetuesit kanë bërë me dije se dëshmitë aktuale tregojnë për një devijim të qëllimshëm të aeroplanit, pasi ai ka fluturuar edhe për 7 orë pasi është zhdukur nga ekranët e radarëve. Ekspertët janë duke mbledhur me kujdes çdo të dhënë mbi ekuipazhin dhe pasagerët në bord, në mënyrë që të arrihet në një konkluzion sa më real. Është bërë me dije se gruaja e njërit prej pilotëve, së bashku me 3 fëmijët, është larguar nga shtëpia vetëm një ditë përpara kësaj ngjarjeje, duke rritur akoma më tepër dyshimet se devijimi i avionit është bërë në mënyrë të qëllimshme nga ekuipazhi apo ndonjëri prej pasagerëve.